Banorët dhe pronarët e bizneseve në lagjën Brekac po përballen me vështirësi të vazhdueshme si pasojë e reduktimeve të shpeshta të energjisë elektrike, përfshirë edhe ndërprerje njëfazore të cilat po shkaktojnë dëme të konsiderueshme materiale. Si pasojë e këtyre ndërprerjeve, banorët dhe bizneset raportojnë dëmtime të mëdha në vlerë financiare, përfshirë prishjen e pajisjeve elektroshtëpiake, makinerive të punës dhe humbje direkte në veprimtarinë ekonomike, duke bërë situatën edhe më të rëndë për komunitetin lokal. Po, mundem me tregu se prej datës 19, ditën e premte, nuk kemi rrymë heq, as me ndërpremje, as ashtu, kemi pas dëme të mëdha, kemi pas mungesë të rrymë shumë, kemi pas edhe dëmtime, domethënë kemi shumë tonë kuën me generator. Nuk ka, domethënë njëherë 24 orë, na vjen rryma një orë, i gjësuar mas shumë të, ka dëmtu shumë biznise. Domethënë në lagjën, në martirët e kombit, çka janë biznise, markete, bizniset e domethënë lokale ato, shumë mungesë kemi. Për momentin veç mund që më kanë dëmtu që ta ashte, janë afër 3.000 euro dëmtime. Kaldari në rrymës më ka dëmtu për shkak mungesë të rrymës, ka ardhur ndërkohë edhe ma shumë, po ma ka dëmtu kaldari në rrymës, me domethënë ditën e djeshme, domethënë edhe komplet poshtjet elektrike mi ka dëmtu. Shprehim paklasitët tona në lidhje me ndërprerjen e energjisë elektrike, me orë të tëra edhe me ditë të tëra. Kjo krijon një kaos në këtë lagje, edhe pa pranueshme se qytetarët këtë vit 2025 mund përballu me kësaj lloj sfidash. Po fillojmë për shembull këtu e kanë jetën e qytetarëve e kanë vështirësuar në çdo moment. Te ditë për shembull që është kohë dimnore, jem njerëz me familje këtu që banojnë me bizniset, mëdha, mesme, i ka dëmtu ekonomitë, e kjo është asnjë lloj përgjegjësie nuk merr askush për këtë fenomen. Të shqetësuar nga kjo situatë, banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për furnizimin me energji elektrike.